fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. IV, projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Veprat e apostujve 8:22. Pendohu, pra, për këtë ligësi që ke dhe lutju Perëndis që, po të jetë e mundur, të falet mendimi i zemrës sate. Veprat e apostujve 15:29. Që ju të hiqni dorë nga gjërat e flijuara idhujve, nga gjaku, nga gjërat e mbytura dhe nga kurvëria, do të bëni mirë të ruheni nga këto. Qofshi mirë. Veprat e apostujve 16:31. Dhe ata i thanë, beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh ti dhe shtëpia jote. Veprat e apostujve 20:31. Prandaj rini zgjuar dhe mbani mend se për 3 vjet me radhë, ditë e natë, nuk pushova kur të paralajmëroj secilin me lodh. Veprat e apostujve 20:35. Dhe në çdo gjë ju kam treguar se, duke u munduar në këtë mënyrë, duhet të ndihmohen të lënë gatët dhe të kujtohen fjalët e Zotit Jezus, i cili tha, ka më shumë lumturi të japësh se sa të marrësh. Romakëve 6:13. As mos i jepni gjymtyrët tuaja në shërbim të mëkatit si mjet e paudhësie, por tregoni veten tuaj te Perëndia si të gjallë prej së vdekurish dhe gjymtyrët tuaja si mjet e drejtësie për Perëndin. Romakëve 12:1. O vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet vëmshërisë së Perëndis, ta paraqisni trupin tuaj si fli të gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia, që është shërbesa juaj e mençur. Romakëve 12:2. Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripër të rritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i Perëndis. Romakëve 12:3. Sepse, për hirin që më është dhënë, unë i them secilit prej jush të mos e vlerësoj veten më shumë se sa duhet ta çmojë, por të ketë një vlerësim të përkor, sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit. Romakëve 12:6. Dhe tani, duke pasur dhunti të ndryshme sipas hirit që na u dha, nëse kemi profecinë, të profetizojmë sipas masës së besimit,